Ndonë se ende nuk janë bërë 4 vjet nga formimi i shërbimit të mikrobiologjisë klinike në Qendrën Universitare të Kosovës, numri i mostrave të pranuara që janë nënshtruar analizave arrin në 40.000 apo afro 30.000 më shumë se në vitin 2021. Derisa prioritet për mikrobiologjinë klinike është fuqizimi i diagnostikës molekulare për të avancuar shërbimet në dobi të klinikave dhe pacientëve. Mikrobiologjia klinike pranon çdo ditë mostra të pacientëve të hospitalizuar nga të gjitha klinikat e QKUK-s. Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës në shërbimin e mikrobiologjisë klinike në QKUK, Greta Lila Azizi, në një intervistë për Kosova Press, those që nga themelimi i kësaj njësie, vit pas vitit që nga 2021 është rritur dukshëm numri i mostrave të pranuara për analizë. Fillimisht kemi qenë vetëm 3 mikrobiologe dhe 3 teknik laborant, ndërsa sot jemi 6 mikrobiologe dhe 11 teknik laborant, ku e realizojmë, domethënë, një punë ekipore të gjitha atyre që kërkohen, domethënë, nga ne si mikrobiologë dhe si staf laborant. Gjatë vitit 2021 numri i mostrave ka qenë më i ulët, për shkak keni parasysh edhe ishte pandemia, ka qenë domethënë një numër më i reduktuar i mostrave, po ndër vite ky numër i mostrave që janë pranuar këtu është rrit. Për gjatë vitit 2021 tash sakt nuk i di, veç domethënë kanë qenë diku rreth 11.000 mostra, mandej kjo kronologjikisht ka shku duke u rrit vit për vit dhe tash së fundi në vitin 2024 kemi mbrit deri në 40.000 mostra që janë pranuar në shërbimin e mikrobiologjisë klinike, pra në laborator. Ato domethënë janë mostra që ju kanë nënshtruar analizës mikrobiologjike me metodat konvencionale, mikroskopisë, domethënë janë përfshirë edhe ato serologjike, po edhe me metoda molekulare. Specialistja e mikrobiologjisë Greta Lila Azizi ka thënë për Kosova Press se në 6 mujorin e parë të këtij viti pritet që të fuqizohet edhe diagnostika molekulare. Do të ngrisim dhe fuqizojmë diagnostikën molekulare. Domethënë, përveç asaj konvencionale dhe këtyre që i përmenda, do të thotë mikrobiologjia klinike duhet ta ketë me patjetër edhe diagnostikën molekulare. Kjo për arsye se i avancon shërbimet sigurisht, edhe është në dobi të klinikave, të pacientëve, të mostrave të tyre për me qenë, domethënë, me i punu edhe me metodat molekulare, PCR, real-time PCR. Besoj që për gjatë vitit 2025, ky 6 mujor që i parë, do të ketë risi, do të ketë, domethënë, futje të shërbimeve të reja në shërbimin e mikrobiologjisë klinike. Diagnostika molekulare ka për qëllim, domethënë, ato metodat PCR, real-time PCR, multiplex PCR, kanë për qëllim detektimin e materialit gjenetik në mostër. Domethënë, momentin që mostra sillet në laborator, ato mund të punohen dhe detektohen patogjen të ndryshëm, qoftë viral apo bakterial. Dhe koha e raportimit të rezultatit shkurtohet shumë krahasim me metodën konvencionale ose kulturën. Për Kosova Press, mikrobiologja Greta Lila Azizi tregon se në shërbimin e mikrobiologjisë klinike në QKUK kryhet një gamë e gjerë e analizave mikrobiologjike. Në shërbimin e mikrobiologjisë klinike, këtu në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, kryhet një gamë e gjerë e analizave mikrobiologjike. Çdo ditë domethënë pranohen mostra nga pacientët e spitalizuar në të gjitha klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë të ndryshme, domethënë duke filluar nga kulturat e gjakut, kultura e lëngut cerebrospinal, mandej strisho të ndryshme nga lëkura dhe mukoza, strisho e fytit, të hundës, veshit, aspiratet, bronkoaspiratet, punktatet të ndryshme. Domethënë ekziston një laramani e madhe e mostrave që i nënshtron analizave mikrobiologjike. Urina, mostrat e fecesit, koprokultura, më thonë është një numër i konsiderueshëm i analizave që punohen. Ndër të tjera, Lila Azizi potencon se themelimi i shërbimit të mikrobiologjisë klinike në QKUK nuk ka qenë e lehtë. Sipas saj, ky rrugëtim ka qenë sfidues, por se thosë se puna ekipore dhe konsolidimi i buxhetit të reagjentëve që nevojiten për testim të mostrave ka bërë që procesi i punës të stabilizohet.